Siguria në brezin kufitar cili mbulohet nga drejtoria regionale kufitar Perëndim në Gjakov është e qetë dhe stabile. Këtë e konfirmon edhe drejtori i saj Fatan Alia. Sipas tij, në këtë zonë në kohët e fundit nuk ka pasur incidente të cilat do të mund të ndikonin në rritjen e rrezikshmërisë. Megjithatë, ai tha se kjo drejtori ka pasur aktivitete të ngjeshura në javën e fundit, të cilat kanë sjellë edhe rezultate konkrete. Një rast kontrabandimi me kafsh, i cili ka ndodhur në rajonin e Pejës, që mbulon stacionin Vitomiric, ku janë gjetë dhe konfisku 4 kafsh, dyshohet prejardhja aty në është nga Serbia. Lidhur me këtë rast janë marrë gjitha procedurat e nevojshme. Pastaj kemi pasur 3 raste armbajtje pa leje, një rast në Pejë, një rast në Ponashec Gjakov dhe një rast në Vërmic. Vlen potencohet rasti në Pejë, ku është gjetë dhe konfisku një armë revole, e cila është vërtetu që është vjedh një shtet të Bashkimit Evropian. Pastaj oficerët tanë të hetosisë në bashkëpunim me zyrën ndërlidhëse ligjore ndërkombëtare që është në Prishtinë kuadër policisë kufitare, kanë vërtetu se arma është vjedh një shtet të Bashkimit Evropian. Lidhur me këtë armë është kry ekspertiza në laboratorin e kriminalistikës cilën e posedon policia e Kosovës dhe është vërtetu që ajo armë nuk është përdorur në Kosovë. Gjatë javës kalume në koshare, do thotë rasat e koshareve atje, kanë gjetë një plantacion ku të dyshuar të mundshëm, kryesisht nga Shqipëria dyshimet tona janë, kanë tentu të kultivojnë bimë narkotike. Me atë rast, gjatë operacionit tonë janë konfisku mbi 2000 rënje dhe bimë narkotike, do thotë në fazën e parë të zhvillimit të tyre. E me rritjen e temperaturave janë rritur edhe lëvizjet e qytetarëve në kufirin Kosovë-Shqipëri. Ai tregoi se pika në Vërmis në vitin e kaluar është frekuentuar nga rreth 7 milion qytetarë. Edhe këtë vit kjo drejtori në bashkëpunim me atë të Shqipërisë do të vazhdojnë bashkëpunimin me kontrolla të lehta sipas tij. Ndër të tjera ai ka bërë edhe një apel për qytetarët e Gjakovës. Të gjithë atyre nga Gjakova dhe rrethina, të cilët dëshirojnë gjatë vikendeve të shkojnë në Shqipëri, qoftë në Bregdet apo në vende tjera, mund të shfrytëzojnë pikën në Qafë Prush, e cila lidhet me Krumën dhe me Kuksin. Rruga është e re, e ndërtuar, e asfaltuar dhe është edhe në distancë më shkurt për 10 apo 15 km në krahasim me rrugën Prizren-Kuks. Do thotë në këtë pikë Qafë Prush gjitha kontrollat janë të njëjta, mirë, por nuk ka pritje në radhë dhe mund të shkojnë pa pengesë në Shqipëri për të kaluar vikendet apo për të kryer punë të ndryshme. Në fund ai foli edhe për monitorimin që ka bërë kjo drejtori me rastin e manifestimit të Kosharës. Sipas tij, pavarësisht gjendjes së vështirë të infrastrukturës në këtë anë dhe qarkullimit të madh të automjeteve, atë ditë nuk është shënuar ndonjë incident.